unë e kthej me njëherë pyetjen edhe them, pse një person i cili nuk pagunte energjinë elektrike u arrestonte dhe u fuste dhe u kalte në burg? Pse një person në një aksident i pa falshëm, aksident nga pakujdesia, direkt u fuste në burg edhe një plagosje, nuk ka rëndësi të kishte të pasoj vdekje, në burg. Një person i cili u kapte me deje në burg, një person u kapte me një ndërtim të çatia e shtëpisë se u fuste ujë edhe nuk kishte mundësi të merrte leje sepse u doshin një karo lek për me marrë një leje dhe jo më të merrje lejen dhe e fut në burg. Pse ky solidaritet për një person plot fuqishëm me pushtet që vetë Partia Socialiste ka votuar dhe vetë ai është krenuar nga koleg dhe në fund fare armiq. E di çfarë më kujton? Është ajo kur ishe nga 1944 me partin, nga Mjesi deri ndark servili i partisë deri në 1990 u quaje antari i partisë shoku. Kur dilje kundër partisë dhe kryetarit partisë, nuk u quaje armiku i partisë, por u quaje armiku i popullit. Pra, ajo që ishte individuale u kthente kolektive dhe ti nuk ishe i njërit apo tjetrit, po ishe i të gjithëve armik. Çfarë don të ndërtoi zoti Veliaj për të mbrojtur veten e tij? Mentalitetin komunist apo një mentalitet të ardhur europian demokratik? Përkundrazi, zoti Veliaj po ndërton përsëri atë që ne themi, mentalitetin e së shkuarës. Pra derisa ky prokurori apo këta prokurorët morën vendimarrje kundër meje, tani e tutje nga koleg, këta janë armiqtë e mi. Luftë drejt për së drejti dhe lavazhierët e tina për studio televizive, pse e mban Dadon Altini dhe pse Altini duhet të heqi Dadon se ka konflikt interesi për një leje. Zoti Veliaj, betejën politike e ka mbaruar, ka përfunduar dhe uroj mos të kemi gjatë kohës së paraburgimit një mas sigurie ndaj tij për ndonjë vepër penale tjetër që dyshoj që mund të ketë lidhje ose me PSD-n ose me ndonjë shpërdorim detyre që mund të jetë gjetur në bashki kur ka ikur ky, ose për incenatorin e Tiranës që nuk duket dhe nuk ekziston në syt e Spakut, se tani e tutje nuk ekziston, ndërsa në syt e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste ekzistojnë të gjithë inceneratorët në Shqipëri. Që ta konkludojmë, e diskriminimi që bëhet individëve të caktuar që punojnë te Spaku nga Partia Socialiste është tregues i qartë që çdo flak që ka shkuar te kundërshtarët politik ka qenë e mirëse ardhur dhe çdo flak që ka ardhur tek ne tani e tutje është armik dhe ne duhet të gjejmë zjarfikës që ta shuajmë. Kjo betejë tani e tutje nuk është thjesht betejë e drejtësisë, por është një betejë midis Erion Velis dhe Edi Ramës, që kush nga këto të dy do të jetë më i forti që të mundi veten e tyre, por jo drejtësinë, sepse pikrisht drejtësia në rast se njëri nga këta e humbet betejën, normalisht do jetë ai që do ta fitojë betejën midis të tyre, pra Erion Velia dhe Edi Rama, ai do të vendosi drejtësinë konkrete dhe jo drejtësia e Spakut apo drejtësia tjetër, sepse këta kanë bërë sistemin e drejtësisë. Për njërin nga këta deri me datën 31 mars, Spaku duhet të godas. Pse duhet të godas? Sepse derisa goditëm Erion Velin dhe pritëm të kaloj reagimi politik dhe njerëzor, normalisht deri me datën 31 mars duhet të kemi një goditje. Dhe unë mendoj që goditja
do t'jetë ose Taoland Balla, ose Belinda Balluku, ose sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Pse e them? Sepse duke analizuar veprimin e Sali Berishës, që sa herë ka vajtur në SPAK, SPAK-u pas 2-3 muajsh ka bërë veprim, jo sepse Saliu jep orientim, se në rast se ne duhet flasim ashtu si thosh, se në rast se Saliu nuk do të ishte proceduar, normalisht do kishim dyshime, por në rast se Saliu është i proceduar, s'kemi çfarë të dyshojmë ndaj tij që komandon SPAK-un, por unë jam i bindur që duhet kemi deri me datën 31 mars një goditje të fortë në politikën shqiptare. Por unë nuk besoj se do të jetë krau të djathtë në aspektin politik. Mund të jetë i krau të djathtë, por nuk besoj se do të jetë në aspektin aktiv politik. Thjesht do të jetë në aspektin e përgjithshëm. Por mendoj se do të jetë Balluku, Taoland Balla, Agaçi, këto do të jenë edhe me radhë të gabuar, edhe njerëz të tjerë të cilët kanë bërë kallëzime penale. Për zotin Gazmend Bardhi, mos të harrojmë edhe një fakt tjetër që ka bërë një kallëzim penal, atëherë ku ishte i dashuruar me qeverisjen e Partisë Demokratike me Lulzim Basha, kundër Flamur Nokës, mos gaboj, për vilat e tij, duke e pyetur publikisht. Edhe kjo mbetet për të parë, sepse edhe këtu kemi të bëjmë një hetim pasuror, me sa kemi informacion, ndërsa për pjesën tjetër që mund të kemi ndonjë goditje rreth familjes Berisha, mund të kemi një goditje, por ajo goditje mund të jetë në aspektin financiar ekonomik. Pse e them këtë? Sepse zoti Veliaj tha, u morët me familjen time, por unë tani do merrem edhe me familjen tuaj. Dhe derisa mua më thatë që gruaja ime ka bler bizhu, me thonjë sa që janë këto gjëra budalliqe, 800.000 euro, edhe sikur të kishte bler prap libra për në studiu, unë do t'i thoja, ok, 800 euro po jo 800.000 euro për me ble libra. Të jemi realist tani, që të kuptojnë socialistët, ata që të cilët unë i them të vërtetën, Partinë Socialiste si parti historike në këtë vend, patjetër ta doni, ta votoni atëre kur duhet të votuar, sepse ndonjëherë kërkohet edhe heshtja, mos shkoni ta votoni, sepse mund të jeni rrëmbyer nga një kryetar histerik, po jo historik. Dhe këtu është problemi që duhet të shikojnë socialistët.